Frederik, unë dua të ndalem tek fjalia e fundit në klip, teksa ti thua jeta nuk është asgjë nëse e merr për të gjatë, nëse e merr për njerëzit që të kanë ndihmuar është miliona vjet. Është pikërisht kjo që të bën të madh Frederik, mirënjohja. Është i vetmi defekt që i kam. Dhe njerë? Është i vetmi defekt që i kam, mirënjohja, se harroj kurrë njerëzve. Në fakt një artist nuk mund të jetë kurse si egoist, sepse artisti i vërtet është ai që jep pa kursim të mirë. Edhe nga shpirti i tij dhuron sokza magjie pa kursye, pa u ndalur. Ashtu siç ti dhe shumë të tjerë aty afër teje keni bërë prej vitesh dhe ne ju falenderojmë për këtë. Por nuk mbaron këtu. Frederik, sonte për ty ka ardhur një kolege. Në fakt, ti dhe ajo keni kënduar kur keni qenë fëmijë bashk. Mund ta marrë mendja kush është? Me Fred Elaze kemi bërë 2-3 herë kemi kënduar si fëmijë. Irma Libohova po ashtu, Ardi Gjebreja po ashtu, motrat e mia po ashtu. Ta prezantoj unë më mirë. Okej. Pritë se unë dua ta prezantoj si në festival, kur kam qenë e vogël. Zonja dhe zotrinj, mirë presim, Mukades Canga. Ndjekim këngën, Bishtalecat Palë. Mirë mbrëma gjithë. Mukades, mirë mbrëma. Disa herë. Dojnë fart. Mukadezi është një shoqe E vjetër. për një jetë gjatë. Kena kënë qysh në fillore, në për këta aktivitetet e Shkodrës. Po ju ka të një humor, ka që konfidencë kena me Mukadezi sa që një dasim, po një betu, në më thotë, edhe ma këtën Mukadezi aty, rik, mor lesbik. Se mojmë në nëllë. Frederiku të personetat e ti vazhdo. Mukades! Pa, po, se shokja puni. Se më shpirtë e më përrite. Se që gëjtë, ma të shekë. Pa ti ma. Artisja madhe Mukades Canga! Dhe kështu si e prezentove ti, dua të nisi me njërë me këngën, që duhet kishtë nisur tani. Dhe regjia. Come sit down.
Po, kaloni mirë. Faleminderit, Mukadez. Mashallah jeni, mashallah. Mirë mbroma, të them dhe unë mirë. Mirë mbroma gjithëve. A më dëgjon mua? Po. Po pse s'po ma varë fare? Mi mori mend Riku. Shumë mirë bëri, se për Rikun ka arë sonte. Sako, kënë Shkodër Riku kina pas karrierë gjatë, artistike, me estradën profesioniste. Edhe Riku ka humore, ka... Ka zbore. Zbore të herë horë. Tani me qenë se keni këtë leukemie shumë interesante, unë duat na improvizoni pak edhe atë këngën, së sungopa. Si e ka jo? Buka me reqel. Ti moj mirë, pse gjithmonë reqel, hanat... Hajde më të! Ti maj mirë, pse gjithmonë reqel, hanat herë kur mami del, ty reqeli mirë së të ban, kur po leje në rafte han. Ty reqeli mirë së të ban, kur pa leje në rafte han. O, reqeli sa më pelqen, a thu dhami po më dhem, veç pa leje këse ha, s'jam si ti o qerata. O, reqeli sa më pelqen, atë muaj miri shoku jem, veç pa leje kurse ha, s'jam si ti o qerata. Me i ka knova të të Për Japonin, Downi dhe me shumë duar të kitje për cilim zonjën Mukadez. Dhe në basi të keni baruar për qafimet, Fermer. Kujtoj. Do niseni të karina e brëndshme. Luana, Urdhëroran. tani e mora vesh sepse unë në ditën e parë që po bënin të buxhetin e fundit, jam grindur me Federikun, jemi zënë, sepse ai nuk do reqel dhe unë du reqel. Tani e kuptova arsyen Tani gjithçka ka kuptim. E kuptova pse ai lufton reqelin e fikut. O, Frederik, Orna. mbaroj shfaqja. Urime Riku, ishte Hajde tani të karina e brëndshme se duhet të vazhdojmë programin. Unë vje shumë shpejt të kju, edhe njerë një super duar të kitje për Frederik Docin. Temine në studio. Për zotin këto këngët shkodrane, se të shka një gjotomën. Jo, edhe ato përmetare të ty. E kanë tua? E kanë. Po ato dhe të Pelena e kanë? E kanë dhe ato. Unë doja të... Keni për një distancim të Shqipërisë ka kryesuar verimin gjithë. Fali se ka për distancim në Shqipërisë. Nëse ka personazh televiziv që bashkon të gjitha troje shqiptare, jam unë nuk paparoj. Po, doja të të komplimentoja për këtë, ty dhe produksionin, sepse ishin momente shumë të bukura, jo vetëm jeta rrëfimi Frederikut, që ishte diçka vërtet që neve kishim nevojë ta njërin. Po e meriton të një artist të tjera, shumë e bukur, dhe sidomos prania edhe e vajzave që kënduan atë këngë, ishte bukur, po sidomos e zonjës Mukadez Çangat, cilën e përshëndes e falenderoj shumë, sepse na dhuroi momente të jashtëzakonshme, performancë shumë e bukur të dy me Frederikun. Ta mbaroj kastrë tani, mbaroj, që e deri në fund. Çfarë të mbaroj do toja që një ndër, atëherë, një kuriozitet shpejt e shpejt. Voyager 1, Voyager 2, 7981-shin, është si themi arkive racës njerëzore hedhur në univers për ta marrë alienët dhe të marrë univers se çfarë jemi ne. Një ndër materialet audio... Ne jemi më shumë se alienët. Një ndër... Ne kemi për alienët, jemi shqiptarë njërë. Një ndër materialet audio është kënga Frederikut. Audio në Voyager 2 është një kapa përmetare që i shkon alienëve i thot gjo, kjo është rata njërëzore. Castro, ti vetëm hap gojnë e gol, qa do? Këngë përmetare nesër? Përmet, dua përmet. Të hajë përmet keni. Po qa bërë, Zhaku. Zhaku, je fantastikë, nuk ti të më. Se mbi të gjitha këngët përmetare ka një sens të lezetshëm erotik. Edhe unë vdes për ato, vdes. Luam në temë si këngë përmetare. Tanë, o moj tanë, drenë në dhe babanë, o moj tanë.
Mos kaloj te Vitoria pasaj. Ta lëm pasaj kur t'na vja hengu te Ka porta. ishe me origin të shaku? Urdo? Nga je me origin? Po Elbasan lërë, Lije. unë jam Qirokastrite, Korçare, Elbasan Lije, Gjakovare, lërë, Gjermanë. Ke këngë tjetër? Ke këngë tjetër? Po si s'ka më shpirt. Të shkojmë kështu në publicitet. Po para prit. Amja, hajde thë. 2 dele, 500 fare. Qolluana, një valë. Po kjo së shpërmetare fare njërë, që nëse të këngën së Tani, shumë. Unë do këndoja Vitorinë në shpirt. A ti japimi qik drejtim këtë programi? Jepja. Po, ja, Ja. po ty të kemi bratë punë. Po më videmi. 2 dele 300 pare jo, po shumë fermerë dhe shumë ullinj ka patur ferma. Edhe 100.000 euro. Pare Edhe 100 euro në fund, po. Parja ne, dhe lego ne. Ja, ty e ke mëndjen të parja. Më pëlqen dhe s'më pëlqen. Shënë si ka që fa më pëlqen mua në fund të ditës. Tu jemi për ata, dhe në fakt tu jemi edhe për fermën, që me thënë të vërtetën, unë dua një super durakitje për t'ju a dërgoj pse e dua, sepse nëse kam një zilit të voskël për ata fermeret aty, është se çfarë nuk po mësojnë në këtë fermën tonë të dashur. Sfida fantastike, dhe më thënë, kjo pjesa ullinve ishte për mua gjetje. Por një sfidë e cila na ka shkaktuar 5 fakirë. Brënda 5 fakirëve na më tha një zog që 2 zogjë të tjerë bën ciu shumë se që duhet të bënin. Nëse ju nuk e kuptuat, unë them shkojmë tek ata, shohim klipin se e kuptojmë pastaj.